Largimi i Glitakos nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 4, ka sjellë reagime dhe komente të shumta. Sipas ish të dashur së gjestit, Xheneta, ish banorja, ka marrë vendimin e dur për të lënë shtëpinë, sepse u shfrytëzua nga banori deri në pikën e fundit. Ja çfarë thot konkretisht Xheneta? Unë jam krenare që i fjalët e mia dalin gjithmonë. Kam thënë që do dilte viktime e gjestit, por nuk jam e lumtur për situatën e saj dhe se si ndihet ajo, sepse tek e fundit është femër. Me vjen keq që është kaq e lënduar. Shpresoj që do ta marrë veten shumë shpejt dhe do të rikthehet në jetën e saj. Të vlerësoj veten më shumë se ç'duhet. Mendoj se ka marrë vendimin e duhur. Në fillim ka menduar se e kishte loj, por duke u bazuar se si ndihet ajo, pak a shumë, unë kam qenë në izolim dhe e di se sa rënd ndihesh. Mendoj se nuk e ka pasur loj, por më mirë që ka dalë, sepse ai djalë nuk ka pasur kur respekt për të. Vetëm e ka shfrytzuar për qefin e vet, dhe nuk mendoj se ishte diçka e dur që ai ta ulet të femër. Unë po flas në raport të lojës, jo diçka personale me të. As nuk e pëlqej, e as nuk e urrej. Thjesht në favor të lojës. Mendoj se ka marrë vendimin e dur dhe ka menduar për veten. Shpresoj që ajo do të mendoj për veten dhe pas daljes dhe mos të ulë më shumë veten në raport me gjestin, sepse ai njeri e ka shfrytzuar për veten. U shpreh Xheneta, e ftuar në diell.